Realizohet me sukses koronarja parë në zemër në spitalin e Shkodrës. Ekipi mjekëve, kardiologët Vin Prifti, Rolando Gjagjo dhe Luan Dragusha realizuan me sukses ndërhyrjen e parë në këtë spital. Mjeku kardiologët Vin Prifti theksoi se ky moment është eventi më i madh klinik në këtë qytet. Është eventi në konsideratën time, është eventi më i madh klinik për qytetin e Shkodrës dhe më gjerë, realizimi për herë të parë i procedurave diagnostike të koronarografisë. Unë jam shumë i kënaqur për rezultatin dhe për këtë hapësirë të re e cila i krijohet mjekësisë së Shkodrës. Tashmë të sëmurët kardiak nuk do kenë nevojë të udhëtojnë drejt Tiranës për kryerjen e koronarografisë, por ta bëjnë ato në Spitali Renal të Shkodrës. Dhe tashmë të gjithë pacientëve të sëmurëve kardiak që janë aktualisht në qytetin e Shkodrës kanë një mundësi të jashtëzakonshme për të trajtuar pranë spitalit, sidomos të rastet akute dhe rastet e infarkteve të cilët rrezikojnë jetën. Për mjekun Luan Dragusha, kjo ndërhyrje zgjat jetën e pacientëve, ndërsa tashmë do të ofrohet edhe në Shkodër. Një shprehje thotë që milet e tëra fillojnë me një hap. Ky është hapi i parë i një rruge shumë gjatë. Është një sukses për spitalin tonë dhe ka rëndësinë sepse kjo është një procedurë që realisht zgjat jetën e pacientëve. Koronarografia kryhej vetëm në Spitalin Universitar Nën Tereza, ndërsa tani shtohet edhe ai i Shkodrës, pas suksesit të shënuar nga 3 mjekët e njohur, të cilët vetëm të shtunën kanë kryer 2 ndërhyrje në zemër.